Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Falet gjyshes time, tani pastroj zorët rregullisht dhe nuk kam hemoroide. Receta. Hemoroidet, njohur ndryshe si majasëlli, janë ndër patologjitë më të shpeshta që shfaqen të gjitha grumoshat. Mund të jenë të brendshme ose të jashtme, dhe ndonse radhëherë prania e tyre mund të jetë rrezikshme seriozisht për shëndetin. Ato shkaktojnë shqetësime për çdo që është prekur prej tyre. Ka dy lloje të hemoroideve, të brendshme dhe të jashtme. Të parat janë padyshim më pak të bezdishme sepse formohen në rektum, ku nuk ka qendër të dhimbjes, por mund të shkaktojnë gjakderdhje. Është e rëndësishme që kur shfaqen gjakderdhje të shkoni menjëherë tek mjeku. Në shumicën e rasteve hemoroidet, qofshin të brendshme ose të jashtme, mund të kurohen në shtëpi duke ndjekur disa rregulla të thjeshta. Së pari, shmangni lodhjen dhe qëndrojini në ulur për shumë gjatë. Kur jeni në një karrige, ju duhet të përdorni një jastëk. Pini shumë ujë, rreth 2 litra në ditë, dhe duke ngrënë në një sasi të mirë të fibrave, do të ndihmoni të shmangni kapslëkur, gjë që përkeçon edhe simptomat. Përpara se të trajtoheni me ilaçe, provoni trajtimet natyrale në kushte shtëpie, gjithmonë nëse rasti juaj është i freskët dhe nuk ka një kohë të gjatë që po vuani prej tyre. Në rast se keni shqetësime të padurueshme, drejtohuni tek mjeku. Një mënyrë për të lehtësuar shqetësimet e hemoroideve është të bëni banjo me krip. Personat që vuajnë nga hemoroidet mund t'i kushtojnë rëndësi specifike higjienës personale, e cila nuk duhet të kufizohet vetëm te ndërtimi i përditshëm i të brendshmeve. Një metodë shumë efektive në trajtimin e imunitetit të shkaktuar nga hemoroidet është duke bërë një banjo të ngrohtë me krip. Në një enë mundësisht në legen, shtoni sipas dëshirës ujë të vluar paraprakisht rreth 500 gram krip. Pasi uji të ketë arritur temperaturën që ju mund të përballoni, mund të lani zonën rreth rektumit me të, ose thjesht të rini mbi ujë për 10 deri në 15 minuta. Mjekët këshillojnë që ky trajtim të përdoret pothuajse çdo ditë. Një zgjidhje gjithashtu është edhe trajtimi me hudhër. Hudhrat përmbajnë substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik, vitaminën C, D dhe B, dhe më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu antioksiduesit të cilët gëzojnë një sër vetish pozitive terapeutike, si për shembull trajtimi i hemoroideve. Në një tenxhere të vogël shtoni një lugë çaji me mjalë, 10 thelpi hudhër të grirë imët dhe 3 lugë gjedhë me qumësht. I vendosni të zjejt duke e përzierë pas here. Kalojeni në blender derisa të formohet një masë kremoze, e cila duhet të pushojë në frigorifer për 3 orë. Merrni pak nga sasia e tij çdo mbrëmje dhe lyeni zonën ku keni hemoroide. Është një zgjidhje shumë e mirë në rastet e hemoroideve të para. Hemoroidet, njohur ndryshe në gjuhën e përditshme si majasëlli, janë ndër patologjitë më të shpeshta që shfaqen të gjitha grupmoshat. Ato janë në struktura vaskulare të pjesës së fundit të zorës së trashë në nivel të daljes së jashtme. Hemoroidet klasifikohen edhe sipas shkakut të tyre në të brendshme dhe të jashtme. Shtatzania, mosha, kapslëku kronik, diarreja, stili jetesës, veçanërisht regjimi ushqimor si dhe sëmundje të ndryshme, ndikojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje, e cila bën që venat përreth mund të pësojnë edhe ndryshime të forta të fryen dhe të skuqen. Dhimbja dhe vështirësia e jashtëqitjes mund të jetë një ndër simptomat karakteristike paralajmëruese për praninë e hemoroideve. Në rastet kur neglizhohet kujdesi mjekësor që në stadet e para të shfaqjes së sëmundjes, trajtimi mund të përfundojë direkt në kirurgji. Trajtimi i hemoroideve ndryshon në varësi të shkallës së sëmundjes. Natyra ofron zgjidhje të shkëlqyera për hemoroide të lehta. Zbuloni disa prej tyre. Aloe vera gel. Aloe vera gel ka veprime antiinflamatore, qetësuese, tonik dhe shtrënguese. Ndihmon në lehtësimin e hemoroideve të lehta. Lule candelula. Kjo pije mund të luftojë ulçrën, gastritin, inflamacionin e zorës së trashë dhe hemoroidet. Gjithashtu, vaji jojoba mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë me vajin esencial të mentes dhe me gështenjat e egra, të cilat sipas ekspertëve mund të përdoren si zgjidhje natyrale në lehtësimin e shqetësimeve tuaja të hemoroideve. Hemoroidet, njohur ndryshe në gjuhën popullore si majasëlli, janë ndër patologjitë më të shpeshta që shfaqen te të gjitha grupmoshat.
Ndërsa hemoroidet nuk janë një problem që mund të vendosin në rrezik jetën tonë, vlen të thuhet se ato janë pak shqetësuese. Vështirësitë në jashtëqitje dhe gjakderdhja janë ndër simptomat karakteristike që paralajmërojnë praninë e hemoroideve. Trajtimi i tyre ndryshon në varësi të shkallës së sëmundjes, por përpara se të trajtohet me ilaçe, provoni edhe trajtimet natyrale, të cilat mund të aplikohen në kushte shtëpie. Përdorni kompresa të ftohta. Nëse nuk keni dashamirës të ujit të ngrohtë, mund të provoni kompresa të ftohta me akull. Ky i fundit ka efekte hemostatike, zvogëlon venat e gjakut rreth zonës së rektumit dhe si rjedhoj, redukton sasinë e gjakderdhjes. Trajtoni hemoroidet me hudhra. Hudhra përmban substanca azotike si kaliumi, seleni, kalciumi, magnezi, acidi sulfurik dhe fosforik, vitamina C, D, B dhe më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe antioksiduesit, të cilët gëzojnë një sër vetish pozitive terapeutike, si për shembull trajtimi i hemoroideve. Në një tenxhere të vogël shtoni një lugë çaji me mjalt, 10 thelpi hullur të grirë imët dhe 3 lugë gjedhe me qumësht. I vendosni të zjenj duke përzierë her pas here. I kaloni në blender derisa të formohet një masë kremoze, e cila duhet të pushojë në frigorifer për 3 orë. Merrni pak nga sasia e tij çdo mbrëmje dhe lyeni zonën ku keni hemoroide. Aloe vera. Gjeli që gjendet në pjesën e brendshme të bimës së aloe verës, gjithashtu është një nga metodat më të mira natyrale në lehtësimin e shqetësimit të hemoroideve. Ai përmban sasi të larta të antioksidantëve, antiinflamatorëve dhe vitaminës C, që përmbajnë edhe element që trajtojnë këto probleme dhe hidratojnë lëkurën. Mund të aplikoni direkt duke masazhuar me lëvizje të lehta ose formoni kubet akulli me xhelin aloe verës, dhe kështu do të keni lehtësimet më të mira në shqetësimet vërtet të vështira që mund të krijojnë hemoroidet. Hemoroidet janë vena me varriçe të rektumit të vendosura në pjesën më të ulët të rektumit. Ndonjëherë ato fryen, kështu kur zora zbrazet, muret e venave tensionohen tepër, hollohen ose irritohen. Kur këto vena fryen, fillojnë të rrjedhin gjak, kruhen ose lëndohen, ne i quajmë ato hemoroide. Ne i ndajmë ato në hemoroide të brendshme dhe të jashtme. Simptomat janë shumë gjakderdhje, të cilat mund të shihen në jashtëqitje ose në letrën e tualetit, ndjeshmëri ose dhimbje ku zbrazni zorët, entje e dhimbshme ose nyjeve afër, sekretim i mukozës. Hemoroidet të brendshme janë të vendosura thellë brenda zorës së trashë dhe ju nuk mund të shikoni ose të ndjeni ato. Ato nuk janë edhe shenja e vetme që ekzistojnë. Ndonjëherë shenja e parë e tyre është gjakderdhja gjatë zbrazjes së zorëve, dhe nëse vëreni këtë shenjë, menjëherë duhet të shkoni tek mjeku. Ndonjëherë ka prolaps, do me thënë ato zbrazen dhe kështu që ato herë janë shumë të dhimbshme dhe ju mund të ndjeni ato. Si rregull, hemoroidet e tilla do të tërhiqen me kalimin e kohës, mund t'i vendosni përsëri me vend. Hemoroidet e jashtme janë të vendosura dhe kryesisht janë të dhimbshme. Nëse hemoroidet e jashtme bien kur zbrazni zorët, ju mund të shikoni ato dhe t'i ndjeni. Kjo gjendje e dhimbshme e quajtur trombozë mund të ndryshojë ngjyrën në të purpurt ose blu. Këto hemoroide nuk janë të dëmshme dhe zakonisht zhduken brenda një jave. Nëse dhimbja është e padurueshme, mjeku juaj mund të heqë gungën me një procedurë të thjeshtë në zyrën e tij. Ju mund të trajtoni hemoroidet e jashtme në kushte shtëpie. Ngrini një patate dhe hidhni edhe 50 ml vaj ulliri. Përmbajtja vendoset në një garzë sterile. Kjo përbërje vendoset në anus të qëndrojë brenda natës. Për hemoroidet e brendshme, prisni patate në shkopinj, futeni në një copë patate në mallësinë të përshtatshme me vaj ulliri dhe vendosni atë në hemoroide dhe shkoni për të fjetur. Gjithashtu, aplikimet të tilla mund të bëhen për të lehtësuar edhe problemet e jashtëqitjes, por nëse rasti juaj është i rëndë dhe keni një kohë të gjatë që vuani nga këto vena të fryra, atëherë menjëherë duhet t'i drejtoheni mjeku specialist për të trajtuar më mirë shëndetin tuaj dhe për të evituar kështu komplikacionet që mund të lidhen me hemoroidet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.